Ai nuk u bëj njohur në vitet e stalinizmit shqiptar, megjithëse që në një rreth të ngushtë me poetë dhe me intelektual fortë, si Agim Cerga, që shokët e tij, përkthyesi Robert Schwarz, i njohur nga gjermanishta, Javier Carralillo edhe disa tjerë, e donte me shpirt Shqipërinë dhe poezinë. Mbas 90-s ka botuar mjaft dhe kritikët në Shqipëri edhe në Kosovë. E mbajnë si një nga përfaqësuesit më të fortë të tingëllimave, të soneteve, siç e njohin poetët, ju e dini më mirë, se unë nuk jam poet, unë jam mjek me profesion, dhe ka botuar mjaft, shumë aktiv, mbas 90-s, po ka qenë dhe një atletar i flakët. Ai Krutan, nga Pregardhja, studimet i ka bërë në Shkodër, edhe në Tiranë, Fakultetin Ekonomi. Ka botuar, ka ndihmuar si botues një libër për Gjergj Fishtën, edhe mora nxitjen nga poezia që lexoi zotëria vargjet e Gjergj Fishtës. Ai ka shkruar Ferik Fera ka shkruar Parathemjen, e një vepre studimore, kritike nga profesor Linjat Zamputi. Feriku, mua më ka gjetur të vogël, më pak se 11 vjeç, dhe kam përjetuar shumë ngjarje në të 60 vjet me moshën time të madhe. Dhe ju thash, ka qenë me shpirt, domethënë një atletar i njëjtë poetë e veriut, ndoshta si askush tjetër. Dhe vargjet e Fishtës na i lexonte her pas here, edhe të autorëve të tjerë të veriut. Ka shkuar në Kosovë disa herë, është njohur me intelektualët e Kosovës, edhe gjithë qose personalisht. Tani unë do ta lexoj tjetër një herë.